Pse qeveria nuk i rrit me të vërtet pensionet? Sepse skema e tyre pensioneve ka falimentuar. Sipas raportit të buxhetit, për çdo pensionist sot kontribuojnë vetëm 1.14 punëtor. Nëse në vendet e zhvilluara për çdo pensionist kontribuojnë 3 punëtor, në Shqipëri vetëm 1.14. Pse? Sepse të rinjt në moshë pune e braktisin vendin dhe ata që janë ende këtu duke punuar, punojnë në të zezë. Sipas raporteve ndërkombëtare, rreth 50% e punëtorëve e marrin pagën në dorë. Prandaj nuk rriten pensionet, sepse pa luftuar informalitetin në punë nuk mund të rriten pensionet, por që të luftoni informalitetin në punë, do duhet ta zbrazni inspektoratin e punës nga patronazhistët. Do duhet të punësoni aty juristë të aftë, ekonomistë të aftë, njerëz që janë aty për ta bërë vërtet punën, që janë aty për të mbrojtur punëtorët në vendin e punës, që janë aty për të respektuar kodin e punës. Jo patronazhistë që e marrin rrogën për të mbushur mitingjet e Tiranës e për të shantazhuar votuesit me lapse me letër.